Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas traditë që kur ka vetë dikush e nat vetje, nat pyetje ka pas rëndes. Pejgamberi i ka ik derisa ka insistuar dikush. Tregon Ebu Huraira, thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë hutbën në haxhin Lam Tumirës, edhe i ka thonë: "O ju njerëz, Allahu ja ka bëu juve haxhin farz, bëni haxhin." Edhe ka ardhur një njeri i ka thonë: "Ja Rasulullah, a çdo vit ka shujt?" Ai po çdit. A çdo vit e kena farza? Ka shujt. Ta dënari ka thonë: "Ja Rasulullah, a çdo vit e kena haxhin farza?" Thot Ibn Hajar al-Asqalani: "E shujt mja çka i bie?" Ai po tnin. S'po do më të përgjigj. Shujt. E shujt mja rahmet. E shujt mja rahmet. Kur e ka thonë 3 herë, i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Sikur të thoja po, do të ishte farz, e po të ishte farz, s'do ta bënit." Shiko? Sikur të thoja po, me tham po, po. E hajde tash vëllazër, para më me pas thon po. E tash si vjet rreth 5000 euro haxhi. Apo e më kon farz vëllazër, por çdo vit, njëri dhe mi pas 5000 euro, a 5000 euro për çdo vit? Po sa është ana? Apo e në të kaluarën, ranu kon me shku haxh, pi larg me deve, me gomar, me kuaj. Andaj pejgamberi sa më ka pas traditë nëse ka vet dikush ka s'dut me vet, e ka drejtuar ajo çka është e sakta. Andaj ka thënë pejgamberi sa në vazhdim: "Lemni derisa t'u laune." Shka farzun e vet ju kallzoj. Kur mos tuiti a o farz për herë, a o çka farz. Unë farzin të kallzoj vet. Unë farzin. Nafilet kallzoj ku mo për farz. Ka thënë: "Lemni mos derisa t'u laune, sepse popujt para juve janë shkatruar duke i pyetur pejgambert e tyre shumë." Çka janë shkatruar vëzë? Tu vetë shumë. Qysh, e tek, e tu vetë detale. Mos vetë detale se ranohesh. Ranohesh. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Atë çka ju ka murdhnuar, bëni sa të keni mundësi." Bëni sa të keni mundësi. E atë çka ju ka ndaluar, lene. Lene ket. Pse? Sepse zinën e le. Nuk thotë njëri për shembull thotë leje zinon sa të kish mundësi. Ja. Leje ket do. Zinën e lihet ket. A namazin fale sa të kish mundësi. Në kam, ult, shtrinjt, si kish mundësi. Fal nafile, sa të kish mundësi. Apo a ndalesën leje krejt. Andaj e kishte të urrejtur pejgamberi sa që të pyetej për gjërat të cilat e ranon xhamatin e muslimanëve dhe ata që janë prej muslimanëve. Gjithashtu pejgamberi sa selam e urrente që të pyetej për diçka e cila s'ka dobi. Për shembull arabt kanë vetë yeselunaka anil ahilla. E kanë vetë pensam pse hana nisë vogël e bën të madhe. E keni pa hana vëzë? Nëse na agjërojnë me ta. Hana nis e vogël, nuk shifët, por sta pastaj ka polemika u pa. Apo. E pastaj rritet, bëhet të plot, pastaj kthehet edhe prap zvoglohet. Prap nis, prap njëjtë. Arab kanë thonë, pse bëhet kështu? Apo ku është ajo? Nuk kanë vetë ç'ish duhet. E Allahu gjithë ka zbrit në Kur'an: "Yeselunaka anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj." Të pyesin ti për hanën. Pse nis e vogël e bëhet e madhe? Çfarë duhet ti? Çfarë mando bi kjo? Apo, kjo shikon me vetë për shembull, pse njëri ka zemrën ç'ket formë. Pse e ka mëlçinë çështu? Jo valla vetë ç'është me apo dobinë, ç'është ka kriju Allahu xhelalu ala. E Allahu ka thënë: "Thuju, kjo është për vaktin e njerëzve me ditë kur hi Ramazani, kur hi haxhi, kur është ideti. Këtoj i bën ana me nëpërmjet hanës dhe lëvizjes së hanës." Andaj pejgamberi e kishte të urrejtur që të pyetej për diçka, çka nuk e din. Në ditë për ditë vend dikush e pyet diçka, e pyet sikur nuk don me e veç ashtu. Apo edhe e nervozojnë. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Vetni çka doni. Çka doni vetni?" A më nervozohet. Edhe vjen njëri thot: "Ja Rasulullah, cili e baba jam?" Thot: "Baba jota filani." Vjen tjetri. Thot: "Cili e baba jam?" Thot: "Baba jota filani." Dhe fillojnë me vetë si pyetje, këto që kanë jo për qytetarëve. Edhe nervozohet shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe ndrohet fytyra. Derisa bin sahabët ngoj, i mlojnë fytyrat me ato mbulesa që i kanë pas dhe kanë filluar me çaj. Se kanë nervozuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me pyetjet kota. Atëra ulet ndygjoj Omer Khattabi dhe i thotë: "Ja Rasulullah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Thotë: "Ja Rasulullah, jemi të kënaqur me Allahun Zot dhe me Islamin fe dhe me Muhammedin të dërguar sallallahu alaihi wasallam." Se e kanë vetran. E kanë vetë
E pejgamberi e urrente që të pyetej për diçka e cila e ranonte. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur vetej ndonjëherë ndonjë pyetje e shifte që ky mos e sa të ditë që ta, ky se di edhe këtë tjetrën, ja jepte pa e vet përgjigjen e tjetrës. Tregon Ebu Hurajra se një njeri i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, po na bën neve me ec ndeti. E kur po vjen vakti namazit, na po kena pak ujë. Tash a me pi, a me mor abdes, uji pak. Apo atëherë ka thonë, çka puna ujit detit? Me mor abdes pitina? I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu. Ka thonë, ket uji i detit o i pastër. Ket uji i detit është i pastër, ka thonë, edhe ato ket që janë ndeti, çka hahen prej peshqive, ket janë halal. Domthon, çka ka ndeti është halal. Dietar kanë thonë, ky se ka pyet për peshkun, as për kur gjashtë se ka pyet ndeti. Ka thonë mirë, po dietar ka thonë, masi ky se ka ditë që uji i pastër, me mor abdes, me rujt ujin për me pi, ka thonë sigurisht se di. E ka qenë prej rahmetit Allahu xhelal që ka shtu pejgamberi, ka thonë edhe peshki këtë halal e keni. Peshki e keni po tash o bo kjo puna halal haram pak e shtrënguar të disa njerëz. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është lejuar që me hangër mishin e muslimanit, krishterit edhe jehudive. E disa njerëz nga shtrëngimi i madh, ky shtrëngim ju ka mri edhe jo muslimanëve. E kanë shkuar edhe në konzervat peshqit dhe kanë shkuar halal. Po nuk shkuat në konzervat peshqit halal, sa jo stherat Allah. Nuk shkuat apo ujin aty halal. Çfarë shon Allah ajo? Uja. Mi bon nga shtrëngimi i madh. Disa njerëz e shtrëngojnë shumë këtë punë apo. Amishi halal, azan halal. E këta këshiri sa këshiri. Krishteri, ka ardhur një njeri ka thonë Ameshit, tabinit madh muslimanëve. Ka thonë, pi krishterëve mishi ahat. Ka thonë po Allahu xhelala ka lejuar. Surë Maide, Allahu xhelala wa ta'amul ladhina utul kitaba halul lakum. Dhe mishi atyre që janë jehudi dhe krishterë keni halal ju. Ka thonë po ata e presin ndonjëherë për put. Ka thonë Allah ja se ka ditë ta. Kur e ka leju mishin e krishterit, se ka ditë ta. Andaj dietar kanë thënë, Allahu kur e ka leju mishin e krishterit, a e ka ditë se janë pagan? Po. Jehudita janë pagan? Po. Se e ka leju mos më ngushtu muslimanëve. Ka hamishti. Shiko, tregu sot botror i krishterëve. Para më pas ndalu Allahu, s'ka me blej me tyre, s'ka me shit pi tyre, s'ka me hangër bukën e tyre, s'ka me hangër mishin e tyre. O shkatrohen musliman. Elhamdulillah Allah e ka bo halal. E ka bo halal. Andaj pejgamberi kur e pashi kismedi këta, tha, çfarë ta ka zënë si ta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu kur pyetej për diçka, që ja merr te mendja se njeriu e ka keq kuptuar, ja drejton te keq kuptimin, edhe ja ka zonë edhe një meselë tjetër. Në ditë për ditëve, tregon Abdullah ibn Mesudi, se pensam ishte më të khutbe. Edhe tha, nuk hin xhennet ai i cili në zemrën e tij ka sa kokra e elbit mendjemallsi. Allahu na pasoj zemrat tona për mendjemallsi, që Allah belamin. Krenetsi, madh me të madh, kush jam unë? Edhe një njeri i shkon i vesh të mirë. E i parfumos, i ka vesh pantallonat e mira kështu më radh. Edhe ky e ka marrë këtë ders për mi veti. Keni pa disa po thonë, o xho mekanikije. Apo nuk ban kështu valla. Hoxha ka me këtë, ta dish. Pit vetës derdhi me këtë. Ja e kiti me dikan, vallahi se ka me kërkan hoxha. Siç se ka hadithi me kërkan, se ka as hoxha me kërkan. E nëse ka doni hoxha me dikan, ti shko vet ata çka ka me dikan. Hoxha mbaz, hoxha institucioni hoxh se ka me kërkan, me krejt e ka. Si cili ka përfshihet në hadith. Edhe ky sikur rënanu. Tha ja Rasulullah, ka çef njëri me mu vesh mirë. Don, a hiun çka ta di tha? Hisin xhenatuna. A jam pi kibrita. E i tha pejgamberi, inna Allahe gjemilun, yuhibbul gjemal. Allahu i bukur, e do të bukur. Allah e emrin e ka të bukur. Keq këtë bukurin vëzër, shka e shetin dunja. Këtë pi bukurisë Allahit. Apo, qka të ka të bukur këtë dunja vëzër? Prej ftyrave, prej bukurive natyrore. Apo, këtë janë gjurë nga bukuria e Zotit. Jusufin vëzër, a.s. Pejgamberin e Zotit. Pejgamberin e Zotit. Kër ja kanë nxjerr ajo e gruaja e faraonit, princit, që e kanë akuzuar se ti pedoi Jusufin. I kam mbledh ajo aty në pallat, ju kanë nxjerr perime përpara, edhe ju ka dhënë thikat mbrehta. Apo edhe tamam ju ka thënë merrni, konsumoni. Apo edhe i ka thënë, i kanë pas dyr, apo nuk i ka thënë Jusufit hin, po i ka thënë dil. Fakhruj alayhinna. Po veç hin edhe dil më një herë. Veç kalo. Apo veç kalo. Ata të e këshirë, ti prej mollat, i kam prej, dur të veta. Sikur që plot, të e këshirë kërën e vetë, copa bëhat.
Shira Gjafar Keri, tavafi ban. Shira thot, shira gumat. Guma Allah. Guma nuk zbanë tjera ato. Guma po vizloj, po dhe vizloj. Apo ruje zemrën. Kur ka përsi Jusufi, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, nëse që kjo që e ka kriju Zoti, i kriju ma. Sa kanë ka dal. Sa është i bukur Allahu. Andaj njerëzit kur dalin ahiret, edhe të hinë xhennet, Allahu na bëf xhennet live. Edhe e shohin Zotin, mos më kanë që Allahi, ka thënë pejgamberi sa, e kish bë kader mos me dek, kishin dek këtë. Çiko, ka thënë pejgamberi sa, kur ta shohin njerëz Zotin xhelle xhelle, çka ka kriju, keç që dunjë që na tu bocopa për atë dunjë. Kur ti fut Allahu në xhennet, lejë xhennetin, e shohin atë që ka kriju këtë botën. Thotë pejgamberi sa, mu kanë që Allahi se ka bë kader këto me dek, këtë kishin dek. Andaj kur i ka thonë Musa alayhis salam, o Zot, po du me të pa. Po du me të pa. Ka thonë smunesh me pa. I dop tjetësh, dunja i dop. Ka thonë mokshira, unë kam ja shlu pak një dritë që caj kodre, si të rrije kodra ti më sheh. Ja ka shlu pak Allah. Falamma tajalla lil jabali. Vetë pak dritë ja ka shlu Allahu kodrës. E ka shem kodrën, e ka ra i alivanos Musaj. Smunesh me pa këtë dunja. Andaj i tha pejgamberi sa, Allah i bukur, e don të bukur, ai ka kriju të bukurën. E pastaj shikosh ka i tha, kibri që jena të fol na është dika tjetër. Tha kibri është me e refuzu të vërtetën dhe me e shkel njerin. Që kjo kibër? Ti pse e vesh mirë, nëse e do të vërtetën, edhe nuk i shkel njerëzit, nuk ka problem. Ama mu vesh mirë, e mi shkel njerëzit, e me refuzu të vërtetën, jo. Se kush jam une? Jo. Dhe ke dalë di emisione, që ta kanë bagujt për di emisione në televizion, tash me mohu fejnë Allahu Gjelluala, jo, s'ka mundësi. Ndërsa mu vesh mirë, nuk ka problem. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas traditë që kur ka ardhur dikush me vet, e ka stërhollu pyetjen. Nëse ka qenë pyetja e ranume. Sikur që ka ndodhur Nu'man ibn Bashirit, kur ka ardhur baba vet, ka thonë ja Rasulullah, që ti xhalitem po duam ja dhon do parë. Dëshmi pitije po ja jap. Do tok. I ka thonë Sam, a ki e vlat tjerë? Po. A i t'ja dhon këtë njësoj? Jo. Se në shkrujnë këta. Kjo çka argumenton vëllezër? Se pejgamberi sa me ka pas traditë, këtu ka shumë si vëllezër, për tani nuk e kemi mundësinë edhe kohën. Pejgamberi sa e ka pas traditë, dhe kjo vlen për hoxhën, dhe për dietarin, për se diçka pyet. Apo vetë për shembull diçka, nto ka shumë detale. Pa i ditë këtë detalet, për shembull keni sot, t'ja u bi shembull. A është halal këto parët valutat e reja? Bitcoin. Apo, ati ka shumë detale. Por shembull na zakonisht e japim xhevabin, apo pastaj dikush shkon e kesh përdor. Hoxha tha halal, tha haram. As halal as haram. So sa nirina nuk e dina. Ti thu me kushte, nëse çështu, a halal. Ai këto çështu sinin, halal tha. Jo valla, ngal. Si tjet çështu. Nëse e plotson këtë kusht. Po ti thave halal. A plotsohet kushti valla? Po njëri tha, merre studioje. Unë se studioje Bitcoinin valla. Se kom studiu Bitcoinin. Unë kom shkuar në Arabi me studiu fenë e Zotit Xhelal. Ti studioje Bitcoinin. Nëse do me studiu apo. E nëse i plotson kushtet, ataj çka tha më a ki që të revlat? Po. A i ke dhënë njësoj? Jo. Sa të pranoj këtë dëshmi. Nuk i dëshmojmë në për zullum. Kjo ka qenë për traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.